sot në fakt do festojmë një dekadë të kryelibrit tënd, le ta quajmë kryeveprës tënde Vrima, që atëherë ka fituar edhe një çmim të rëndësishëm. Pse Vrima? Ku e gjete këtë fjalë? Domethënë sepse është një fjalë që ka edhe konotacion paksa negativ. Po, ndërsa unë në fakt e mora me konotacionin pozitiv, e mora në shumë drejtime, në shumë koncepte, dhe kur e kam treguar, nuk më ka besuar asnjëri, por nuk më mërzit fare kjo gjë. Kam qenë në Santorini, te vulkani i shuar, atje gjithë turistët fusnin dorën në një vrim, sepse pra ndjen dilte nxehtësi. Edhe kështu lindën vargjet e mia, afro këtu vllai im futet dorën në këtë vrim që del baner sulfuri, kjo tokë do shpërthej dhe do të rilindi njerëzimi përsëri, pra gjithmonë ishte koncepti filozofik. Dhe kjo ishte nga poezitë më të bukura të gjithë librit, dhe thashun pse të mos ja vë emrin Vrima. Pastaj shiko, unë kam shkruar gjithmonë poezi të cilat nuk gjanin me shumë poezi të tjera në poezinë shqipe, me një liri shumë madhe, që në vitin 93, kur botova për herë të parë, dhe në vitin 97. Kështu që mua nuk është se më kishte sulmuar dikush. Mu njihesha vetëm në rrethet letrare, ndërsa Vrima ishte një bum, ishte një vulkan, siç ishte vulkan brenda librit tim, ashtu ndodhi edhe me librin Vrima, dhe sepse ajo ra në shumë duar. Do me të nuk është problemi se ishte vetëm në rrethet e ngushta, ku më njihnin letrare. Ishte hit i kohës. Po. Se mbaj mend që atëherë të gjithë e shpërndanin. Po dhe sot e përmendin, edhe sot e përmendin. Mund të themi që është poezia më e famshme në historinë e letërsisë shqiptare. Jo, realisht. Bukur është kjo, po nuk e harojnë shqiptarët. Nuk ma falin, bile më vjen për të qeshur se themu ndonjëherë unë jam me Vrim në biografi, nuk jam me njom, po jam me Vrim në biografi, kështu që kur duan më shajnë, ajo e Vrima. Njerëzimi do i vi fundi nga Vrima e Ozonit apo nga Vrima e Rita Petros? Mund t'i vi Shqipë, kur si erdhi atëherë shqiptarëve nuk i vjen më. Nuk çuditet më asnjëri, kështu që gëzuar. Çado që të bëjnë tani dhe çado që të bëjnë shkrimtarët e tjerë nuk çuditet më asnjëri.